lloj diçka gati për të startuar në këtë takim. Topi parë nga qendra nis prej lojtarëve të Estonisë, Estonia e cila vjen me Island Sotaga, Juzaninova, Gabriel Pilak, Luik Pritman, Rej Parnik, Eberg dhe Juzainova. 5-4-1. Vjen ky krosim drejt zonës. Tjetër tentative lehtë e kontrolluar. Dashmë të mundësi për skuadrën tonë është brenda zonës, numri 9 Lejfiza. Tjetër tentative. Shem të mundësi tashmë në krahun e djathtë. Krosimi drejt zonës, topi devijuar dhe më pas përfundon në rrjet, ka kaluar në avantazh skuadra jon. 0-1 është në fakt një autogol i Pritman. Minuta e 29, Kombëtare e Shqipërisë arrin të festoj golin e avantazhit. Estonia 0, Shqipëria 1. Goal for Albania. Estonia 0, Albania 1. Shem të mundësi tashmë për Estonin. Krosimi drejt zonës. Edhe njëherë kroson drejt qendrës Bekteshi, topi që deli është vijave kufizues. Mundësi e mirë për skuadrën tonë. Lejfiza. Në kjo tentativë është e lehtë. E 56 minutë, 0-1, kryeson skuadra jon, ndërkohë këtu arrin të rekuperojnë lojtarët tona, por tash të boshatisur, goditja që bllokohet, por në një pozicion. Në kjo goditje, topi shkon jashtë. Shem dashmë këtë mundësi për skuadrën tonë. Vjen kjo goditje, topi shkon në shtyll, çfarë mundësie? Mundësi për skuadrën e Estonisë, vjen krosimi drejt zonës në shtyll të dytë, kjo goditje. Çfarë pritje ka? Edhe një tjetër provon skuadra estoneze. Krosimi në zonë, topi devijohet, kontrollon portieri Reshiti. Barazuar në kjo goditje, topi që shkon në rrjet realizon Gretin Pilak. Në krosimi drejt zonës, topi që devijohet dhe përfundon jashtë pranë golit të dytë skuadra e Estonisë. Topi dhënë përpara drejt. Pozicion jashtë lojë tashmë për skuadrën e Estonisë. E këtu mbyllet gjithçka, nuk ka fitues në Elbasan Arena mes Estonisë dhe Shqipërisë, 1-1 në këtë takim të vlefshëm.